jam. Edhe o iki vetë se përtjet për ata që kam përballë nuk më largojnë dot për sa kohë janë ata që janë. Kështu që në këtë kontekst do tani këto do t'i marrim mirë fjalë ta fjalë se mund dali kryeministri, det kryeministri sot do të dali nga Kuçi zotëria, na thotë se sa mandate në total merr. Kështu që nëse thot, pra ka pas 2017, 2021, 74 mandate. Nëse na del tani nga Kuçi thotë që tani tavani është mund të jetë 78 mandate, po them, kurse mandate më tuta mund të jenë 73, 74, po 74 presupozohet. Kjo lëviz dyshemja me tavanin, 3-4 mandate, drejt. Po pra, nuk pretendon Rama të bie nga 74 mandatet. Unë besoj se jo për gjithë ato të mesme në ardhmë, jo, por besoj se Rama është diku të 76, 77 mandate. Është për shkak të dinamikave të reja, për shkak të qaqeve që ku mund të ketë përsi, sidomos Fieri, për cilin pretendon një mandat është i sigurt, por pretendon paktën 2 mandate në Fier, pretendon 2 mandate në Tiranë, por unë nuk mendoj se merr më shumë se 1 pra 19 në Tiranë, kështu që në këtë kontekst vetëm këto 2 mandate, sikur të marrë 1 më tepër në Fier dhe 1 më tepër në Tiranë, shkon në shifrat e 76 mandate krahasuar me 2021-shin. Për duke krahasuar se as në Shkodër, pavarësisht se nuk është mirë Partia Socialiste, nuk ka rënje, madje nga fushata besohet se mund të bie Partia Social Demokratike, e cila ka pas 2 mandate, mund të shkojnë në 1 mandat, dhe Partia Demokratike nuk lëviz, është tek 5 mandate, kështu që 5-3-2-1 kanë ngelur, mund të shkojë 6 mandate me LSI në Partia Demokratike, dhe Rama 3 me një merkato 3 që ka bërë nga Partia e Lirisë, pretendon për mandatin e 4. Kështu që mund dalë ndryshe Shkodra në këtë kontekst, por nuk ka lëvizje. Pretendojnë për përmbysje të rezultatit në Elbasan. Flas për konkrete. Pretendojnë për përmbysje mandatit në Lezhë, që është e vështirë shumë, po pretendojnë, flas për raste konkrete. Nëse ka Elbasani, edhe pra marrin përsipër Elbasanin, Lezhën, Fierin, Tiranën, këto janë mandatet që çon Ramën plus 2021, se Vlora nuk ndryshon, Gjirokastra jo. Edhe në Korçë kanë pretendime, por besoj do e shikojmë. Pra në kontekstin kur qeveria e 2021 është në përsi dhe ka pretendime se mund të marrin vota për të korrur një mandat tjetër ekstra nga 2021, nuk kemi më shifra 2021-2017, jemi mandate më tepër se sa pretendon Partia Demokratike, kështu që partia që e cënon më shumë pushtetin e Ramës. Pse mendon që del në sondazhe dhe në pritshmëri kaq ulët Partia Demokratike dhe me këtë lloj kuota e mandatesh Partia Socialiste? Pra, siç e cilësojnë kritikët, që dënimet e tyre kanë qenë që Partia Demokratike ka program shumë të mirë, por nuk ka ekipin shumë të mirë, në mënyrë që të përfaqësoj këtë lloj programi. Shqipërçar, nëse Partia Demokratike të ishte bashkuar, me gjithë komponentët e saj, nëse brenda listave po të prap të koalicionit Partisë Demokratike do ishte po prap Partia e Lirisë, po ta marrim të mirë qenë, ajo 2021-shit, edhe sigur të kishte rënë në vota, prap do i shtonin vota Partisë Demokratike, kështu që në këtë kontekst besoj se pushteti i Ramës do ishte më i cënuar dhe më të si thuash rotacioni politik do ishte më i mundshëm kësaj ere. Por Berisha thjesht sa e kam thënë dhe e vazhdoj ta përsëris që sa çimentoi pushtetin e tij për Partinë Demokratike, për cilën po e përdor mandatet e atyre që vurin ndjes sa sigurisht do i përdori për qëllimet e tij, interesat e tij personale, për hallet e tij personale, kështu që në kontekstin tjetër pastaj nuk ngelet asgjë më tepër për të afruar jo vetëm figura tjera të reja në koalicion, se këta thënë ne kemi 26 parti tjera, a 30, se shka një shifër kështu që janë koalicion me Partinë Demokratike. Por nuk është kjo thelbi që këta kanë shumë. Se mund të kesh shumë, po janë parti pa peshë. Në momentin që ty të kanë ikur njerëz me peshë nga partia, në momentin që ti i ke bërë, si thuash, blok njerëz me peshë apo me taban ose me fuqinë e elektoratit shqiptar, në këtë kontekst pastaj e ke dobësuar partinë, më kesën 2021 kur e la Lulzim Basha, kështu që A do të bëj përgjegjësi atë leadershipi i Partisë Demokratike nëse rezultati i zgjedhjeve do jetë ky, që sot flitet në studio në bazë të sondazheve? Po, nuk ka çfarë bën, edhe mos ta mbaj ai, besoj se
pjesëtarë të tjerë ose zyrtarë të tjerë së demokrat e kërkojnë largimin për shkak se nuk e ndihmon qëndrimi i tij si kryetari i Partisë Demokratike, nuk e ndihmon fare Partinë Demokratike. Qartë. Kështu që në këtë kontekst unë besoj se do ketë një lloj ndryshimi të ri sa i përket Partisë Demokratike, mund të jetë më dinjitos ndryshimi për shkak se zoti Berisha ka atë, si thuash, ka njollat e veta në biografi, ku i themi ne, dhe asnjëherë në çdo ekuacion që kemi parë deri tani, përballë Ramës ai del humbës. Kështu që është e kot provosh një ekuacion humbës her pas here kur e dim rezultatin. Kemi 8 palë zgjedhje, si qendrore, si vendore, që këta nuk fitojnë. Kështu që për çfarë vazhdojmë provojmë përsëri Berishën se sa herë do vi me ndoshta mendimin e pretendime që kanë ata për mendimin e Amerikës. Po prandaj është problemi i ekipit, sepse ti me ditën ekip dhe me ditën program, se edhe programin e ka pasur shumë të mirë gjithmonë Partia Demokratike për i të vërtetës. Që të kesh të njëjtin rezultat, të kesh rezultat ndryshe, pra mos kesh të njëjtin rezultat. Sepse i bie që ose do ndryshosh ekipin, ose do ndryshosh programin. Nga ajo që vejmë re dhe më aq sa analizohet në varësi të secilës nga fushat ku ata përfshin paketa të caktuara, pretendohet që është një program shumë i mirë. Atë logjikisht, nëse programi është shumë i mirë, defekti është te ekipi. Ose të oferta politike në bazë, mënyra si përçohet kjo ofertë politike. Ose në bazë të pjesa e strukturës, se gjitha këto do shikohen post. Po flasim mbi dy premisa. Edhe me premisën që mund fitoj Partia Demokratike dhe me premisën që mund tumbi. Sondazhet e nxjerrin që Partia Demokratike nuk fiton dot. Atëherë po analizojmë paraprakisht arsyet pse nuk fiton dot një parti e cila ka 12 vite në opozitë, e cila ka 12 vite oponent, e cila ka 12 vite që bën protesta, tubime, denoncime, dalje mediatike etj. Të gjithë protestat, pjesa më e madhe e tyre, përveç denoncimeve ndryshme që kanë bërë SPAK, që kanë pas një lloj, si thuash, feedbacku pozitiv, gjithë protestat që janë bërë më shumë kanë irrituar qytetarët se sa kanë krijuar një ndjenjë, si thuash, sekëldie për pushtetin. Në këtë kontekst, besoj se kanë qenë protesta pa themel, pa shkak se tani protesta se u arrestu Sali Berisha, me fri Berishën i kemi pa gjithë vitin. Pra kryesisht janë marrë për të liruar Berishën, kanë lobuar për të liruar Berishën, për të hequr non grata dhe nuk janë marrë në thelb me hallet e shqiptarëve. Për sa kohë ti gjithë politikën ke drejtuar te Berisha, po, minimalisht mund të flasësh për pensionet, po nuk mund të flasësh për se çfarë do i bësh ti të rinjve shqiptar. Se për sa kohë Berisha duhet të ishte pensionist tani. Ai që besoj unë ose mendoj është që shumë tamam po të më bëj një analizë për partitë e reja në sensin çfarë lloj favori ose si thush përqyeshmëri do jepin Partinë Demokratike. Kemi parti për shembull si Ali Beshi, Basha, Agron Shejaj, që kryesisht janë parti të djathta, kanë dalë nga Partia Demokratike. Pra. Tani, nëse të treja këto parti se gjithë problemi i zgjedhjeve të ardhshme është që nëse partitë e reja korrin sukses në këto zgjedhje, pra krijojnë një mënyrë përfaqësimi, janë një cënim i jashtëzakonshëm jo vetëm i pushtetit të zotit Rama, që kam sensin në retorikës parlamentare, se duhet kryesisht më qetë, më ndryshe se sa në partia tradicionale, që kryesisht ka folur pa emra, me nën kuptime, ose ka bërë akuza dhe të nesmen i ka të rrequr. Unë besoj se nëse partitë e reja do korrin sukses në zgjedhjet e ardhshme janë kërcënime jo vetëm i pushtetit të Edi Ramës, po sidomos i pushtetit zotit Berisha, sepse dhe para njërë ai nuk arriti dot të bashkonte partinë, dhe pse këto parti funksionojnë kur janë jashtë partisë më tradicionale, pra Partisë Demokratike, dhe kur janë aty brenda nuk funksionojnë. E drejtë. Edhe është pikpyetje e bukur. Në këtë kontekst, ajo që unë dua të pyes pak është edhe më surprizat e reja, siç është për shembull Lëvizja Shqipëria bëhet e zotit Adriatik Lapaj, e cila në këto sondazhe ka qenë surprizë në përqindjet që del. 6.8 deri në 8%. Pritet që të marrë vot kombëtare. Dakord jam që kjo votë do të shpërndarë në 12 qarqe, por pretendohet që mund të marrë mandat në Tiranë, në Fier, në Durrës dhe në Korçë. Sepse aty ka më të përqendruara votat. A është një surprizë kjo parti politike? Dhe vetë zoti Lapaj, a është një surprizë politike, një lloj leadershipi i ri ose lideri i ri politik, Andrej?